Dëshmi e përkushtimit ton për mbledhjen e tatimeve dhe njëkohësisht për shërbimin e duhur e publik ndaj qytetarëve. Erdhëm edhe këtu që të përurojmë ndërtesën e re të administratës tatimore të Kosovës, ku në krahun tim të majtë është dhe drejtori udhëheqësi Mentor Hyseni. E pam një objekt jashtëzakonisht të përshtatshëm për punë, gjithsej në 3 nivele janë rreth 1000 m2, për tyre 750 m2 janë të tillë që janë renovuar, ndërka 250 m2 janë aneks që janë bashkangjitur, janë dikun rreth 30 zyra, 11 toalete, klimatizim, ngrohje, kushtet moderne për punë dhe këtu tash do të shërbehen qytetarët, banorët e komunave të regionit më të gjerë të Mitrovicës. Është një ditë e gëzuar për shtetin e Kosovës dhe për të gjithë qytetarët në veri e në jug, shqiptar, serb, bosnjak e të tjerë, sepse Republika nuk bën dallime sipas etnisë, përkundrazi kujdeset që të shërbejë të gjithë qytetarët sipas të drejtave të tyre dhe sipas nevojave që kanë. Prania jonë këtu është dëshmi e përkushtimit ton për mbledhjen e tatimeve dhe njëkohësisht për shërbimin e duhur e publik ndaj qytetarëve. Ngjarje e rëndësishme, sidomos për qytetarët e Mitrovicës, të cilët ushtrojnë veprimtari biznesore edhe në këtë pjesë që të marrin shërbime sikurse gjithë bizneset që marrin gjithë Kosovën. Unë kisha shfrytzuar rastin që të falenderoj Ministrin e Punëve të Brendshme, Ministrin e Financave për këtë iniciativë dhe punë të shpejtë që në bëjë jashtëzakonisht në kohë rekord dhe me cilësi të lartë siç e pamë edhe mbrapa. Po dhe ky është njëra prej veprimeve të Qeverisë Republikës Kosovës në funksion të ofrimit të shërbimeve për qytetarët, dhe se kjo zyre do të përveç qytetit e Mitrovicës përfshin edhe pjesën e ofrimit të shërbimeve në nivel regional. Ne jemi këtu për të përuruar dhe të mbështetur të duar trokit çdo punë të mirë të institucioneve të Republikës Kosovës, këtë rast të Qeverisë së Kryeministrit.